Në këtë edicion do të ndiqni. Oda ekonomike amerikane diskuton për gazin amerikan dhe sigurinë energjetike në Kosovë. Publikohen përqindjet e kalueshmërisë së testit të maturës në Gjakov. Zgjatet orari i shërbimeve shëndetësore në 4 qendra të mjekësisë familjare. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Çështja e gazit amerikan dhe siguria energjetike në Kosovë ishin temat për të cilat Oda Amerikane e Kosovës organizoi tryezë diskutimi në të cilat ndër të tjera u tha që Kosova ka nevojë për të gjitha burimet të mundshme të gjenerimit të energjisë. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka organizuar sot një tryezë diskutimi me temën nga debati për politikat e hapat praktik, qasja në LNG, gatishmëria bizneseve dhe siguria energjetike e Kosovës. Drejtori ekzekutiv i Odës ekonomike amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, tha se çështja e gazit amerikan është rikthyer në debat pas disa vitesh. Në vitin 2021, arsyetimet madje shkonin deri në atë pikë që nuk po bëj fjalë për gaz amerikan. Zëvendës kryeministri i parë i qeverisë Republikës Kosovës po thoshte që bëhet fjalë për gaz që vjen nga Azerbajxhani edhe nga Rusia, prandaj i konsideronte si, po e citoj, budallëk diskutimet që bëheshin atkohë për çështjen e gazit. 5 vite më vonë reaktualizohet e njëjta temë prej publikimit të një policy paper, një dokumentit politikave të Odës ekonomike amerikane. 5 vite më vonë, sërish përgjigjja është jo, edhe arsyetimet kësaj radhe janë tjera, që qeveria kësaj radhe ka zgjedhur alternativa që janë më pak të kushtueshme edhe që ndoshta janë më fizibile për qytetarët e vendit. Ndërka që antari i bordit të Odës ekonomike amerikane, Pleurat Hundozi, tha se gazi natyror nuk duhet të shihet si zëvendësim i burimeve të tjera të energjisë, por si një burim shtesë për të cilin Kosova ka nevojë. Gazi nuk është zëvendësim i burimeve të tjera të energjisë. Kjo po humbet gjatë debatit, nuk është dialog a do ta zgjidhem njërin apo tjetrën. Kosova ka nevojë për gjitha burimet e mundshme të gjenerimit të energjisë, po edhe gjenerimit të energjisë në pikën e djegjes pa në industri, jo vetëm si rrymë. Learta Hollaj, ekspertë për zhvillim të qëndrueshëm, tha se qëndrimi ndaj kësaj çështjeje lidhet edhe me besimin e Kosovës ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke ndërlidhur me energjinë dhe sigurinë nacionale. Unë them që përgjigjja që japim për LNG është edhe një reflektim i asaj se sa i besojmë ne aleatit tonë më strategjik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është trajtuar këto ditë me të drejtë nga njerëz që janë në këtë tryezë, duke filluar nga Laura Ndardani, Oda Amerikane, kjo temë edhe nga prizna e asaj që si energjia është barabartë me sigurinë nacionale, po njëkohësisht është edhe një parametër që ka tepër rëndësinë ato se si pozicionohemi ne në aspektin gjeopolitik. Ti thuash po LNG-s në këtë pikë është në fakt një sigurim tutje i ankorimit tonë në NATO, por njëkohësisht mund shkojë edhe aq lart ta them është edhe një ndërtim një shtyllë tjetër të sigurisë po aq së rëndësishme sa dhe prezenca e KFOR-it atemi në Kosovë. Kujtojmë se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e ftojnë Kosovën që t'i bashkohet projekteve rajonale të gazit natyror të lëngshëm, duke argumentuar se siguria energjetike është thelbësore për zhvillimin ekonomik dhe tërheqjen e investimeve të huaja. Maturantët janë njoftuar me suksesin e tyre në testin e maturës. Ndërkaq më të suksesshëm ishin maturantët nga Shkolla Muzikës Prenk-Jakova, me kalueshmëri prej 89%. Drejtoria Komunale e Arsimit në Gjakov ka përdititur përqindjen e kalueshmërisë së maturantëve në shkollat e mesme të komunës pas rezultateve të testit të maturës. Kalueshmërinë më të lartë e shënon Shkolla Muzikës Prenk-Jakova me 89%, e ndjekur nga Gjimnazia i Dardushi me 84.27%, si dhe Shkolla Mesme Mjekësisë Hysni Zajmi me 76.31%.
Më pas rënditët shkolla mesme teknike Nexhmet Denigja me 63,72%, ndërsa gjimnazia Aslan Berisha me 40% dhe shkolla mesme ekonomike Kadri Kusari me 37,5% shënojnë përqindjet më të ulta të kalueshmërisë. Këto rezultate tregojnë performancën e maturantëve në testin e maturës në nivel komunal për këtë vit. Parqet në qytetin e Gjakovës janë vende rekreacioni për qytetarët dhe fëmijët. E në kohën e verës, ajo që bie në sy është mungesa fontanave dhe mos funksionimi i krojeve në këto parqe. Temperaturat e larta kanë shtuar nevojën për ujë në hapëstirat publike, por në shumë zona të qytetit, qytetarët po përballen me mungesë të fontanave publike. Në disa pjesë ato nuk ekzistojnë fare, duke vështirësuar qëndrimin e qytetarëve në parqe dhe vende të frekuentuara. Ndërkohë, përveç fontanave, ka kroje që nuk janë në funksion dhe një pjesë e tyre nuk mirëmbahen siç duhet. Ndërkohë, disa nga qytetarët që takuam këtë të martë, pra pakamerës kërkuan nga institucione përgjegjëse që të shtohen fontanat aty ku mungojnë dhe të rregullohen ato ekzistuese, sidomos gjatë ditëve me temperatura të larta. E gjatë verës, po ashtu qendrat e mjekësisë familjare në fshatrat e Gjakovës përballen me një fluks më të madh të pacientëve për shkak të ardhjes së mërgjimtarëve. E se si do të menaxhohet kjo situatë do të kuptojmë në kronikën e radhës. Qendra kryesore e mjekësisë familjare në bashkëpunim me Drejtorinë e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, nga 4 kurriku kanë vendosur zgjatjen e orarit të shërbimeve shëndetësore në 4 lokacione, me qëllim që qytetarëve të ofrohen shërbime më të afërta dhe më të çastshme. Bëhet fjalë për qendrat në Rogov, Skivjan, Sërmjan dhe Ponëshec. Si edhe çdo vit, posaçërisht 4 vitet e fundit, ne në bashkëpunim me Drejtorinë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, e kemi pa të udhës në rastin e ardhjes së mërgjimtarëve gjatë periudhës verës, do të thotë mujt korrik edhe gusht, kemi organizuar kujdestarit e rregullta gjatë vikendit, do të thotë shtunën edhe diellën, mbuluan edhe 4 qendrat e mjekësisë familjare, përfshi Rogov, Skivjan, Sërmjan dhe Ponëshec, ku dërguam stafin ton në mënyrë që të jemi sa më afër qytetarëve në këto regjione, të ofrohet shërbimet në mënyrë që mos të kenë të lashe ose probleme të vinë në qytet të marrin të njëjtat shërbime. Tu do shkojnë 2 ekipet, do të thotë një ekip e mjekësisë familjare, ku përfshihet mjeku dhe një infermiere për ofrimin e shërbimeve dhe vizitave. Në njëjtën kohë do të jetë edhe stomatologu me asistenten, ku do të ofrohen shërbime stomatologjike. Mes tjerash, Doktor Arben Koshi, drejtori i QKMF-s, tregoi edhe për orarin e ri të shërbimeve në këto qendra. Edhe përkundër faktit që në vitet e kaluara kemi pasur orarin 8 orësh, do të thotë prej orës 8 deri në orën 4, si vjetën bashkëpunim me DSHMS-n, jemi dakorduar që të jetë një orar 12 orësh, që edhe pas dite, në orët më të freskëta ditës, të kenë mundësi qytetarët ose banorët e këtyre 4 lokacioneve të kryejnë vizita dhe të marrin shërbimet. Për këtë arsye, edhe orari është do të thotë është prej orës 8 në mëngjes deri në orën 8 në mbrëmje, ku do të ofrohen shërbimet. Doktor Arben Koshi apeloi tek të gjithë banorët e këtyre zonave që shërbimet shëndetësore t'i kryen në këto qendra lokale, në mënyrë që të shmangen ngarkesa dhe fluksi i madh në QKMF dhe në urgjencë. Sipas tij, kjo do të ndikojë në ofrimin më efikas dhe më të shpejtë të shërbimeve për të gjithë qytetarët. Suvraniteti shqiptar është rrezikuar shpeshherë në periudha të ndryshme historike. E për rolin kyç në këtë temë të presidentit amerikan Woodrow Wilson, shoqata intelektualëve Jakova dhe rrjeti intelektual shqiptar kanë zyrtarizuar një projekt. Ka disa histori që koha nuk i zbe, por i kthen në gur themel të mirënjohjes. Gjakova, qyteti kulturës dhe traditës, po bëhet gati të kthen në histori një falënderim monumental. Shoqata intelektualëve Jakova dhe rrjeti intelektual shqiptar kanë zyrtarizuar nismën për ngritjen e obeliskut të presidentit Woodrow Wilson. Ky projekt që shënon 250 vjetorin e SBA-s vjen si mirënjohje për mbrojtjen e sovranitetit shqiptar në Paris. Për të shpalosur peshën e këtij projekti na flet ideatori dhe kryetari i shoqatës së intelektualëve Jakova, profesor Rushdi Sefa.
Shoqata intelektuale Jakova, personalitetin e presidentit e 28 të Shtetit Bashkuar të Amerikës, Woodrow Wilson, e ka në mendje gjithësisht në kujtim të aktiviteteve të saja prej vitesh. Ne kemi shënuar edhe 95 vjetorin edhe 100 vjetorin të Ndjerit. Vlera e tij në vendimin e prerë të tij si president gjatë kohës së marrjes së konferencës së Parisit, kur fati i Shqipërisë ka ardhur në diskutim që të glaberohet prej fqinjve, e ka bërë atë që me qenë në qendër të vëmendjes dhe mos me u harru kurrë në vëmendjen e kombit shqiptar. Nga ideja të jetësimi, ky projekt merr drejt përmes financimit të koordinatorit të rrjetit intelektual shqiptar, Agim Dedaj. Me momentin e dhënies së propozimin ka shoqata intelektuale Jakova, do të thonë për mua nuk ishte diçka e rastishme, vendosja më njëhershme që ta bëjmë këtë obelisk, të e ditë rolin dhe rëndësinë, të fillu prej Woodrow Wilsonit, edhe të shku deri te lufta e fundit në të cilën i tim njerëz të cilët kanë dhënë kontribut të jashtëzakonshëm. Kërkesa zyrtare tashmë ndodhet në komunën e Gjakovës, ku pritet të përcaktohet lokacioni publik për obeliskon. Në një kohë kur historia shkruan kapituj të rinj, Gjakova zgjedh të ruajë në gur kujtesën për një mik që la gjurmë në fajtin e shqiptarëve. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Para se të ndajmë të ndjekim edhe një herë titull kryesor të këtij edicioni. Oda ekonomike amerikane diskuton për gazin amerikan dhe sigurinë energjetike në Kosovë. Publikohen përqindjet e kalueshmërisë së testit të maturës në Gjakovë. Zgjatet orari i shërbimeve shëndetësore në 4 qendra të mjekësisë familjare. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.